Përshëndetje shikues të nderuar. Unë jam Arbrita Uka dhe sot do ju zbuloj rezultatet e një denoncimi të cilin e kemi pranuar në kallzo.com para disa muajsh e i cili do na zbardh një rrethon shumë shqetësuese për kualitetin dhe cilësinë e sistemit arsimor në Kosovë. Denoncimi të cilin e kemi pranuar shpërfaq dyshime se në disa shkolla të Kosovës punojnë mësues të cilët kanë diplomu në programe të palicencuara. Këta mësues që kanë kry shkollën në programe të palicencuara dhe të pa akredituara, janë toleru për vite me radhë me punu në shkollat e vendit dhe me dhanë mësim pa i pengu askush. Këtë problem, bukur madhor e kam zbulu duke gjurmu historinë e punësimit të dy mësueseve nga Peja, të cilat punojnë për më shumë se 15 vjetë në shkollën fillore Lidhja e Prizrenit në Pej. Kam shku me i taku në shkollë dy mësuesët, Rezolita Gorani dhe Luljeta Kurhasani. Interesimi e mbazek është me kuptu se me çfarë diplome dhe licence ato janë punësu në shkollë. Dy mësuesit na kanë taku, po nuk kanë pranu me fol para kamerës, me dhënë intervistë, me sqaru se me çfarë diplome punojnë në shkollë. Kemi marrë vesh për tjerëve, jo për institucionit për kemi kry. Kemi luftu për mi pas drejta tona, për mos me na shku dam shkolla, kemi shku në ministri, kemi kontaktu sa herë ministrin, gjithmonë se cila zyre ta ka dhënë përgjigje ndryshe, po gjithmonë e kemi pas parasysh që është ligji, që është në proces çështja, edhe me ku na lajmërojnë çka ka menduar me neve. Mo nuk kam pas informacione. Një dokument që na kemi të 2007-s, programi fillor dhe parafillor i edukimit të Kolegjit Vizion Evropian thotë nuk licencohet për shkak se nuk ka hapësirë për fakultet dhe nuk ka kuadro akademik. Shkaptetit e kemi mbajt na duhet që ajo e kemi mbajt. Dhe unë bëj proces që unë bënu për mësimin. A mundë me ju prit kur të që përfundoni, jemi të interesuar para kamerave që to na i jo para kamerave të teme edhe u kry. Në rregull, jo me kamera kushtëse. Po në rregull, veç që pjesën që jeni përpjek edhe sa jeni përpjek ju tregova edhe tash duhet të him se po sa çdo që me pagu për me shku në çfarë për. Ato informacioni ka institucioni. Po nuk e kupton sot. Drejtoresha e shkollës nuk ka shumë të dhëna për shkak se punësimi i mësuesve ndodh nga Drejtoria Komunale e Arsimit. Diplomat, dy mësueset në fjalë i kanë i posedojmë, domethënë këtu në arivën tonë të shkollës, Lidhja Prizrenit këtu në Pej. Për të tjerat, informacionet që juve ju duhen si gazetari, kallzo.com mund t'i kërkoni dhe t'i gjeni në DKA, sepse DKA-ja është punëdhënës, jo i vetëm shkollës tonë, po i gjitha shkollave të komunës së Pejës. Pastaj ministria janë në dijeni për çdo gjë që arsimtarët kanë diploma, licenca në shkollën tonë ku unë e menaxhoj. Personalisht, a e keni pa këto diploma? Po, i kam pa, po. Licencat e tyre të punës, a e keni pa? Për licencat të punës mund të kontaktoni DKA-n. Që sa vite punojnë Rezolita Gorani dhe Ka diku 16-17 vite që punojnë këtu në shkollën tonë, janë mësuese dallume. Të ciklit klasor? Cikli klasor janë dyat, po, 1 deri në 5. Në rast se del që diplomat e tyre nuk janë valide, ose në rast se nuk kanë qenë të akredituar me programet atëherë, si e shini se duhet me vepru në raport me këtu mësimdhënëse? Po, unë mendoj që DKA-ja përderisa me Ministrinë e Arsimit është domethënë ligjërisht me çdo gjë që zhvillohet në shkolla, besoj që këtë informacion e merrni në DKA. A keni biseduar me këtu mësimdhënëse për shkollimin e tyre? Ju kanë përmendur ndonjëherë ku e kanë përfunduar shkollimin? Po jo, ndoshta edhe pse jam drejtoreshe 3 vite pothuajse, kështu që se kam pas edhe arsye mi pyet. Nuk e kam pa dhe të arsyeshme. Po asnjëherë nuk e keni biseduar? Sepse s'jam punëdhënëse. Punëdhënëse kemi DKA-n dhe Ministria e Arsimit. Për me gjurmu tutje, ne kemi kontrollu në dokumentet e 2 mësueseve, të cilat janë shpall mësuese të zellshme. Ato kanë diplomu në Kolegjin Vizioni Evropian në Pej, një institucion i cili nuk e kishte të licencuar programin në të cilin kishin studiuar mësueset. Po si kanë arrit mësueset me u punësu me diploma nga programe të palicencuara, këtë kemi tentu me e marrë si përgjigje nga Drejtoria e Arsimit në Pej.
Halli është jo vetëm këto, ka edhe tjera që kanë kry privat, o kolegjin, o ndonjë institucion tjetër, sepse në shkollat shtetënore nuk lejohet kvalifikimi privat. Mirë, po të njëjtën kjo para se të hyjë ky vendim fuqi, ato vetëm e kanë kry dhe janë punësu. Ka ndodhur më herët, është para që ka 15 vite që janë punë ato. Dhe të njëjtën kohë ministria e ka njoft kvalifikimin e tyre, e ka njoft. Mirë, po pas vendimit që 11-12 nuk e di sakt vitin si dhe është, ku ministria aty tutje nuk e një asnjë diplom institucioneve private cilat janë. Njëtat kanë mujt me u rikvalifiku, që dyja që mësuese të mira, njëna bile ka qenë mësuese e vitit të universitetin e 5 që kem pas. Në aspektin profesional nuk kem vrejtje, në aspektin ligjor i besoj se jemi në rregull, por derisa nuk ka ndodhur kjo pas kërkesës vendimit të ministrisë që s'kemi drejt me marrë me fakultete private. Ato në punë kanë qenë kur s'kam qenë unë këtu hiç, para 15 vitesh, dhe sigurisht ju kanë nështruar testit edhe këto procedurat e konkursit cilat ndodhin. I kanë të i kalu procedurat e konkursit dhe momentin që i të i kalun këtë i bëj dhe këtë i kryen 10 vjetë përvoj pune, atëre në një farforme merë drejten e kontratës përhershme, edhe me rikvalifikim që do të kryen. Kolegji Vizioni Evropian me vendim të Fehmi Ismailit, ish sekretarit të Ministrisë së Arsimit të datës 9 maj 2007, kishte qenë i licencuar në disa programe, por jo në programet e Fakultetit të Edukimit, me arsyetimin se nuk kishte pasur hapësirë të mjaftueshme për këto fakultete dhe nuk kishte kuadër të dëshmuar akademik. Me anë të një emaili, Ministria e Arsimit ka konfirmuar se diplomat e 2 mësueseve, sipas vlerësimit të Ministrisë së Arsimit, nuk janë të vlefshme. Sipas vendimit përkatës të vitit 2015 të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, diploma të datës 28 korrekt 2010 të Rezolita Goranin, të datës 28 korrekt 2010 të Luljeta Kurhasanet, të lëshuara nga Kolegji Vizioni Evropian në Pej, nuk figurojnë se të vlefshme për njohje zyrtare. Po pse jemi në këtë situatë? Kolegjet private ishin toleruar të pranonin student edhe për programet e palicencuara. Qindra njerëz vlerësohet të kenë ndjekur programe të tilla në vend, ndërsa Ministria e Arsimit për të kontrolluar cilësinë kishte vendosur të krijonte një mekanizëm hibrid. Ish Ministri i Arsimit, Arsim Bajrami, në vitin 2015, kishte krijuar hapësirë që mësuesit e diplomuar në universitetet apo kolegjet me programe të palicencuara të mund të ndiqnin një program kualifikimi në Fakultetin e Edukimit, në Universitetin e Prishtinës, e më pas këto diploma të vlenin për punësim. Kur ka marrë përgjegjësinë institucionale janë përballur me një situatë të krijuar më herët, e cila duhej trajtuar në përputhje me ligjin dhe standardet e sistemit të arsimit të lartë në Republikën e Kosovës. Për shkak të kufizimeve dhe detyrimeve ligjore që burojnë nga legjislacioni në fuqi, nuk ka qenë e mundur licencimi apo njohja drejt për drejt e programeve që nuk i plotësonin kriteret ligjore të përcaktuara. Megjithatë, qëllimi i ministrisë nuk ka qenë të dëmtojnë studentët apo të vjedhë në pikpyetje e ardhmja atyre profesionale. Pikërisht për këtë arsye kam iniciuar dhe kam nënshkruar vendimin që krijoj një rrugë zgjidhjeje përmes programit për avancimin e kualifikimit në bashkëpunim me Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Prishtinës. Ky program mundsoj të diplomuarve të plotësonin standardet akademike dhe profesionale të kërkuara, të harmonizonin kualifikimet e tyre me kërkesa ligjore dhe të vazhdonin rrugën e licencimit dhe punësimit në sistemin arsimor. Prandaj, ky vendim nuk ishte një masë kufizuese, por një zgjidhje ligjore, akademike dhe humane e cila mbrojti interesin e studentëve, garantoi cilësinë në arsim dhe siguroi respektimin e standardeve të Shtetit të Kosovës. Pas vendimit të 2015-s, ish ministri Arsim Bajrami kishte nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me Universitetin e Prishtinës më 18 nëntor 2016 për avancimin e pedagogëve që i kishin përfunduar studimet bachelor për 3, 4 apo 5 vjet dhe ishin duke punuar si edukator, mësues klase e mësimdhënës të edukatës qytetare. Në atë kohë, rektori i UP-s ishte profesori Marian Dema. Edhe këtu ishte menduar për të diplomuarit në 3 fakultetet e edukimit të 3 kolegjeve private, që i kishte përmendur edhe në vendimin e gushtit 2015. Kjo marrëveshje zbatohet në vendimet e lëshuara nga masht me numër 23201B të datës 4 gusht 2015 dhe numër 23001B të datës 4 gusht 2015.
Me qëllim të realizimit me sukses të këtij programi, UP-ja do të inkorporojë programin e avancimit të pedagogëve në kuadër të programit të përgjithshëm të avancimit të kualifikimit të mësimdhënësve. Ideja e programit për avancimin e pedagogëve ishte që kandidatët që vinin nga 3 kolegjet private të përfundonin atë për 2 vjet e ta fitonin diplomën bachelor të edukimit ekuivalente me diplomën e fituar në kuadër të programit të avancimit të kualifikimit të mësimdhënësve. Aty përmendet se avancimi i kualifikimit të mësimdhënësve zbatohet nga viti 2010-2011 dhe ofrohet nga UP. 2 vjet pas pavarësimit si shtet, Ministria e Arsimit kishte menduar t'i avanconte mësimdhënësit e diplomuar për 2 vjet në shkollat e larta pedagogjike. Kallzo.com ka siguruar memorandumin e mirëkuptimit mes Ministrisë e UP-s të datës 31 janar 2010 për programin e avancimit të kualifikimit të mësimdhënësve, i cili ishte nënshkruar nga ish-ministri Enver Hoxhaj dhe ish-rektori Muj Rugova. Në marrëveshje me UP-n, Ministria e Arsimit kishte kërkuar avancimin e kualifikimit të këtyre mësimdhënësve në diplom 4 vjeçare bachelor të Fakultetit të Edukimit të UP-s, si ekuivalente me diploma tjera që i lëshonte ky fakultet. Por çka del në fund të hulumtimit ton është që jo të gjithë të diplomuarit e ndoqën programin e avancimit të kualifikimit. Dekani i Fakultetit të Edukimit të asaj kohe, Ethem Çeku, i ka thënë ekipit ton se nuk i kujtohet se sa studentë ndoqën programin, ndërsa edhe menaxhmenti i tanishëm i fakultetit nuk ka të dhëna specifike. Me që ky program i avancimit të kualifikimit është menaxhuar në nivel të ministrisë dhe rektoratit, nuk kemi asnjë dokumentim, të paktën në Fakultetin e Edukimit, nga ajo kohë se përse nuk është zbatuar ajo marrëveshje si vazhdimsi e praktikave që kanë qenë prezente në atë kohë, si dhe modelet të rikualifikimit e qasjeve më pak formale të rikualifikimit e që nga perspektiva tanishme ka mjaft hapësirë për t'i kritikuar si modelet të përgatitjes së mësimdhënësve e zgjidhje të problemeve. Dekani Saqipi është pyetur edhe për një fakt tjetër. Mësimdhënësja Luljeta Kurhasani më 2014 kishte regjistruar master në këtë fakultet, pikërisht me diplomën që sot Ministria thotë se nuk figuron për njohje zyrtare. Ajo del se kishte aplikuar në konkursin e UP-s për studime, sipas së cilit në rastet kur ka vende të lira mund të aplikojnë edhe të diplomuar nga kolegjet private, por me kushtin që të konstatohej njohja e diplomës nga Ministria dhe Agjencia e Akreditimit. Por si e kishte verifikuar UP diplomën e Kurhasanit? Dekani Saqipi thotë se në dosjen e saj figuron një shkresë lëshuar nga zyrtar të Ministrisë së Arsimit më 10 prill 2014 si dëshmi për kualifikimin e saj. Në bazë të dokumentacionit në dispozicion, në dosjen e studentes ekziston një diplomë e lëshuar nga kolegji Vizion në Pej në vitin 2010, që konfirmon që Luljeta Kurhasani ka kryer programin fillor dhe po ashtu në dosjet të studentes figuron një shkresë tjetër e lëshuar nga zyrtar të Mashtit, që është lëshuar si dëshmi që kualifikimi në fjalë është i pranueshëm për punësim. Nga perspektiva tanishme, ne kemi të vështirë të vlerësojmë rrethanat e sektorit të arsimit të lartë, universitetit e fakultetit në periudhën përkatëse për arsye që në një ka mungesë të proceseve të komunikimit të dokumentuar mjaftueshëm midis akterëve relevant lidhur me trajtimin e këtyre rasteve. Pra, meq në periudhën për të cilën flitet, nuk kam qenë në rolin e dekanit. Sqarimet po jap në bazë të dokumentimit në dispozicion, si dhe 2, sektori i arsimit të lartë ka qenë në zhvillime dinamike në atë dekadë, duke pasur parasysh funksionalizimin progresiv të Agjencisë së Akreditimit dhe fuqizimin e ligjit të arsimit të lartë në vitin 2011. Nga Prishtina jemi kthy sërish në Drejtorinë e Arsimit në Pej me gjurmu për të dhëna shtesë, por në DKA nuk ka shumë sqarime. Si është e mundur që Komuna e Pejës ka lëshuar edhe kontratë me kohë të pacaktuar për këto mësimdhënëse, edhe përderisa nuk kanë licencë? Për çështja e licencës është ngritur tash vonë, nuk ka qenë më herët në këtë nivel e ngritur ata. Dhe tash jemi para një akti kur ne duhet ta kemi parasysh se si të veprojmë tutje. Ato kur janë punësu, nuk e kanë pas çështjen e licencës, nuk i kanë pas to kërkesa çfarë janë akute sot. Nuk është çështja vetëm me këto dyat. Ne kemi për shembull mësimdhënës, psikologë në shkolla të cilët e kanë kryer privat, sepse s'kem pas me shtetënor.
Dhe të njëjtit kemë bërë thirrje, kanë kontrata me kohë të caktuar dhe i kanë afatet që nëse rikvalifikohen, riavancojnë, atëherë mund të marrin edhe kontrata dhe licencat adekuate çfarë duhet. Ne kemi për shembull mësimdhënës të matematikës nuk janë të licencuar. Edmond Beqiri kishte qenë rektori i Kolegjit Vizioni Evropian në Pej, i cili edhe i kanë nënshkruar diplomat e mësimdhënësve Gorani dhe Kurhasani. Në bazë të një biografie publike, Beqiri kishte qenë rektori i kolegjit gjatë periudhës 1 tetor 2006 deri më 30 shtator 2011. Beqiri sot është prorektor në Universitetin Haxhi Zeka në Pej dhe profesor atje. Kallzo.com nga data 2 qershor 2026 e ka pyetur me shkrim dhe telefonuar disa herë, por Beqiri nuk ka gjetur kohë të përgjigjet. A keni pa një email dje që i kom dërgu? Jo, se kom pa. Janë disa pyetje në lidhje me Kolegjin Vizioni Evropian në Pej, ku keni qenë rektor. A mundeni me i shiku ato pyetje dhe nëse mundeni me na u përgjigj sot? Shikojnë nëse kom në delegacion këtu Holandës dhe studenta. Okej, po edhe nëse lironi prej kësaj mbledhjes, ju lutem më tregoni kur të lironi edhe më shkruani edhe mandej bisedojmë edhe në telefon. Po më keq, është në takim. Mundeni, nuk i di. Pyetjet i kom dërgu prej 2 qershorit, dhe janë bo 2 ditë, edhe sot e thira gjatë tërë ditës, është e treta herë, edhe tash këtë herë paraqiteni jo. Okej, mu po më keq, nuk më me ndihmu. Kështu që më 16 qershor 2026, ne shkuam në rektorat dhe fakultet të biznesit të Universitetit në Pej për të takuar Edmond Beqirin. Nga Kallzo. Po ju kërkon juve. Them që jeni në fakultet biznesit, apo? Okej. Në rregull. E kuptoj. Në rregull. A nuk është? Jo, nuk është, thot më ka dalë një problem familjar për privatën. Së djevële se këtu ishte para pak minutash dhe përfundova që është... A mund të më mëjtë të s'ka? Na duhet ai, për shkak se kemi disa pyetje për to, ja kemi dërgu edhe kështu në email, kemi thirrë edhe në telefon, edhe thash vitin të takojnë, mandej nëse dënaj më përgjigj se jo. Jemi në Fakultetin e Biznesit të Universitetit Haxhi Zeka më 16 qershor 2026, ku morëm vesh se profesori Edmond Beqiri ka provim në ora 12 me disa studentë të këtij fakulteti. Ora është 12, përsa edhe na informuan studentët se ka i provim sot, mirë po, ende nuk kemi pa që ka ardhur, edhe studentët janë duke prit. Në anën tjetër ne ishim para se marrë këtu në rektorat të Universitetit Haxhi Zeka për me taku, pasi që profesori Beqiri ka qenë në vitin 2006 deri më 2011 sipas një biografie që ai ka të publikuar, ka qenë rektor i Kolegjit Vizioni Evropian në Pej. Dhe jemi ardhur me pyet për këtë kolegj privat që kishte ekzistuar atëherë, se a kishte pas licencë nga Ministria e Arsimit për të operu, dhe a është ndjeni për disa diploma që ne i kemi gjetë se ka mësimdhënës pikërisht në komunën e Pejës që punojnë në shkolla të Pejës dhe kanë diploma prej atij kolegji privat. Ka një muaj që profesori Beqiri nuk përgjigjet në pyetjet tona për të na treguar se si kishte vepruar Fakulteti i Edukimit i Kolegjit Vizioni Evropian pa licencim nga Ministria e Arsimit. Situata e ngjashme është edhe në disa qytete të tjera të diplomuarit në Fakultetin e Edukimit në Kolegjin Gjilani. Ish dekani i këtij kolegji, Naim Mustafa, i ka konfirmuar për Kallzo për një se patën ankesa të shumta nga studentët që ishin pranuar dhe diplomat e tyre nuk pritej të njiheshin. Gjatë periudhës kur kam qenë dekan, kemi pranuar ankesa nga studentët lidhur me mos licencimin e këtyre programeve dhe pasoja që kjo çështje kishte për diplomat e tyre. Për informimin tuaj, gjatë periudhës sa kam qenë dekan, së bashku me pronarët e kolegjit, kemi bërë përpjekje të vazhdueshme për zgjedhjen e këtij problemi. Këto përpjekje janë realizuar përmes takimeve të shumta ndërmjet kolegjit dhe Ministrisë së Arsimit. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve të bëra, çështja nuk ka arritur të zgjidhet me sukses gjatë asaj periudhe.
Pasi tha se i kishin uzuar që edhe në kushtet të mos licencimit të regjistronin student, Mustafa ka sqaruar se nga bisedat jo formale të zhvilluara më vonë në kolegj me personelin akademik dhe pronarët, në atë periudhë kishte ekzistuar një praktik që kolegjet të fillonin regjistrimin e studentëve në fillim të viteve akademike, ndërsa proceset e licencimit të programeve të zhvilloheshin më pas nga Ministria e Arsimit. Mustafa ka ndarë me ne numrin e studentëve të regjistruar në Kolegjin Gjilani në programet e Fakultetit të Edukimit, të cilat në bazë të vendimit të ish-ministrit Arsim Bajrami nuk ishin të licencuara për vitet akademike 2006-2007 dhe 2007-2008. Ati nuk i kujtohet se sa kishin paguar studentët për studime në Kolegjin Gjilani. Sipas këtyre të dhënave, më 2006-2007 ishin regjistruar gjithsej 19 student në programin Arsimi Parafillor, kurse më 2007-2008 ishin regjistruar 17. Gjithsej kishin diplomuar 19. Në arsimin fillor më 2006-2007 ishin regjistruar 34, kurse pas një viti 43 dhe kishin diplomuar 53. Nga këndvështrimi i Mustafës, vendimi i ish-ministrit Bajrami ka qenë një përpjekje e mirë institucionale për te i kalimin e këtij problemi, por ai shprehet se nuk i di arsyet pse ai vendim nuk është zbatuar ose nëse është zbatuar pjesërisht nga Fakulteti i Edukimit i Universitetit të Prishtinës. Ndryshe nga Mustafa, Sedat Berisha, pronari i Kolegjit Universum në Ferizaj, ka deklaruar se nuk kanë pranuar ankesa nga studentët për shërbimin e tyre në atë kohë. Sipas tij, 24 student kishin diplomuar në vitin akademik 2007-2008 në Kolegjin Universum në Ferizaj në Fakultetin e Edukimit. Edhe pse vendimi i ish-ministrit Arsim Bajrami thotë se nuk i kishin programet e licencuara në Fakultetin e Edukimit në vitin akademik 2007-2008. Berisha thotë se kanë funksionuar normalisht me arsyetimin se kanë pasur transparencë të lartë dhe bashkëpunim me Departamentin e Arsimit të lartë dhe Inspektoratin në Ministri. Kanë raportuar çdo vit në Ministri, si dhe në Administratën Tatimore të Kosovës për çështjet tatimore. Regjistrimi këtyre studentëve në programin e edukimit mësimdhënie 4 vjeçar është bërë mbi bazën e kërkesës sonë gjatë periudhës 2006-2007 për licencimin e këtij programi. Komisioni për licencim, pranë masht, ka zhvilluar të gjitha procedurat e nevojshme, vizita të drejtpërdrejta në kampusin tonë për vlerësimin e programit, hapësirat, stafin mësimdhënës, stafin administrativ, stafin menaxhues dhe të gjitha procedurat paraprake të bazuara mbi kriteret e licencimit të një programi studimor. Në atë periudhë është paguar edhe TVSH dhe tatim në fitim nëse ka pasur për çdo të hyrë nga studentët. Këtë e ka parapo ligji mbi TVSH dhe ashtu është vepruar. Nga masht, pas kërkesës sonë për licencim dhe vizitat e komisionit për licencim, tutje në procedurë mashti ka heshtur. Nuk kemi pasur një konfirmim me shkrim që nuk licencohemi dhe mbi këtë bazë kemi funksionuar pa asnjë paralajmërim se duhet të ndërpritet së funksionuari ky program i edukimit. Shikues të nderuar, në të paktën 2 raste ne kemi mbrime verifikues se 2 mësues që nuk kanë diploma valide punojnë në shkollat e Kosovës. Ky problem i heshtur për disa vite pritet të auditohet nga Inspektorati i Arsimit, të paktën kështu na është thënë jo zyrtarisht. Jemi të realizuar një ulëtim në cilin kemi kuptuar që Kosovë ka mësimdhënës që punojnë në shkolla dhe kanë diploma nga programe të palicencuara nga kolegje private para 10 vitesh e më shumë. A i ndjeni ju se ministër edhe çka keni me vepruar me këta mësimdhënës? Çdo konstatim i kësaj natyre duhet ta ketë përpasoj veprimin e pamëshirshëm të shkëputjes aty në kontratave ose çfarë do licencës që është dhënë dikujt në mënyrë të paligjshme. Pra, në momentin që i kemi përballë dëshmitë për çka po na ndihmoni po besoj edhe ju me hulumtimin tuaj ne do të kalojmë në veprime konkrete sanksionuese. A i ndjeni a është zbatu ky vendim i ish-ministrit Bajrami i cili kishte planifikuar që me avancu këta mësimdhënës që janë të diplomuar prej këtyre kolegjeve private me programe të palicencuara? Unë besoj që çfarëdo konstatimi, një paligjshmërie që bëhet në mënyrë zyrtare përveç një hulumtimi edhe me procedurat e ministrisë, duhet ta ketë përpasoj vendimin sanksionues që mund të jetë ndërprerje ose një veprim tjetër. Pra, në këtë kuptim, tash çështjet detajet mund mos i din këtë moment, po e di që zyrtarët tanë po merren me këtë çështje dhe nuk mund të ketë kurfar tolerimi ose mirëkuptimi për ata që e shkelin ligjin.
Shikues të nderuar, kemi denoncuar një problem serioz që lidhet me historikun e diplomimit të mësuesve nga kolegjet private. Mbesi me shpresë që kjo çështje do marrë përgjigje institucionale. Ju vazhdoni të na shkruani në kallxo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.